Përshëndetje të gjithëve. Recetë të thjeshtë por të shëndetshme do sjellim ditën e sotme. Është një pisvili që përgatitet me presh, qumësht dhe vezë. Filloj me përgatitjen. Kam pastruar preshin më parë për ta bërë të zjej më shpejt. Unë do ta grite ky grirësi i perimeve. Do grim diku tek 1 kg me presh. Do përdorim jo vetëm pjesën e kërcellit, por edhe një pjesë të gjetheve. Pushim grirësin plot me presh, më pas e grim dhe do ta vendosim në një tigan të thellë ose tenxhere. Në tiganun më parë kam shtuar 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri, shtojmë preshin dhe e vendosim në zjarr. Ndërkohë që preshi merr një kaurdisje në zjarr, ne vazhdojmë të presim pjesën e ngelur të preshit. E grim në pjesë të vogla dhe do ta shtojmë në tigan. E përziej mirë, i vendosim kapakun dhe do ta lëm për 10 minuta. Për 10 minuta preshi ka ndryshuar ngjyrë dhe ka marrë një skuqe. I shtoj 500 ml qumësht. Qumështi duke zirë me preshin prihet bëhet si gjiz. Do ta rregulloj me krip, pak piper të zi dhe do e lëm të ziej për 10 minuta. Nuk na merr shumë kohë në zjerje, pasi është grirë shumë imët dhe zien shpejt. Preshi tashmë ka zier. Përgatitim salsën me 3 vezë, një lugë të gjellës me vaj ulliri sa për t'u bërë ajo përzierja e mirë e vezëve. E do t'i përziejmë së bashku. Vezët do t'i shtojmë në tigan. Do t'i lëm edhe 5 minuta të ziejmë bashkë me vezën. Dhe më pas do ta largojmë nga zjarri. Merremi me përgatitjen e brumit të pisvilis. Këtu kam edhe miell misri të bardhë edhe të verdhë, është diku te 400 gram miell. I shtuam më pak se një lugë çaji krip, një maj luge sod buke, 2 lugë të gjellës me miell të zakonshëm, miell gruri. Dhe në fund fare do t'i shtojmë diku te 400 ml ujë. 400-500 ml ujë. Do formohet një brum i butë që nuk ka nevojë të përzihet me dorë. Në këtë tavën e furrës do ta lyejmë me vaj ulliri dhe do vendosim brumin e përgatitur duke e shpërndar një trajtësisht. E përshtasim në të gjithë sipërfaqen e tavës duke i krijuar edhe sponde në anët e tij. Sipër vendosim mbushjen me presh, qumësht dhe vezë. Për t'i shtuar shijen i shtojmë edhe pak gjalp sipër. Dhe në fund fare do ta pudrosim me miell misri dhe vaj ulliri. Direkt do ta vendosim në furrë, do ta pjekim për 30-40 minuta në 200 gradë. Gjithmonë pjekja varet
edhe nga furra juaj. Po kur ta shikoni që ka marrë këtë ngjyrë të kuqe, atëherë largoheni nga furra. E presim dhe e kemi gati për të konsumuar. Shijon me kos, me djath, me çfarë ju të dëshironi. Kjo ishte dhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.